duhet të them që çështja e reagimit nuk duhet marrë kaq vërtet opinioni publik, analistët mund të diskutojnë, pa ishte një person jo zyrtar, vetë presidenti Trump ka disa fëmijë dhe politika në këto vendet e vogla nuk mund të miret me raste të cilat nuk janë të veshura me pushtetin institucional ose të përfaqësojnë diçka. Duhet të them, kjo është e para. Kemi parë raste që vetë Amerikanët jo në të gjitha rastet e njohin në realitetin që ka ndodhur. Kjo mund të jetë edhe rasti i Trump Jr. Duhet të them edhe ish presidenti W. Bush ka ngatruar Austrinë me Australinë, por kjo nuk e çbënte Austrinë si një shtet sovran. Këto janë realitete historike të pakthyeshme dhe për këtë nuk... Kanadan me Amerikën nuk e ka ngatruar? Jo, Kanadan e duan. Së dyti, një argument në lidhje me të për president Trump, që është i paparashikueshëm, ju keni drejt, unë e kam shtruar edhe më përpara, por në veprimet dhe zgjidhje taktike kur negocion, por është shumë i qartë në gjërat që do të bëj, edhe kjo është një diferencë e madhe. Nuk ka dalë asnjëherë në diskutim çështja sovraniteti, liria e një republike, si që është Republika e Kosovës, dhe jam plotësisht dakord duke mbyllur këtë koment të gjatë me mikun tim Abilekaj, kur thotë që më tepër kjo reagim duhet të ngrej sensibilitetin e klasës politike, jo vetëm në Kosovë, jam plotësisht dakord që të krijohet jo vetëm një kryeministër që të udhëheqë, po të jetë një aleancë shumë e gjerë gjithë partive politike. Së dyti, duhet pastrohet klasa politike në gjithë ambientin dhe hapësirat shqiptare, duke përfshirë ata renegat që deri tani kanë bashkëpunuar me Vučićin edhe projektet slavo-ruse në Ballkan, që gjithmonë kanë qenë yes men për perëndimin, edhe kur kanë propozuar Sorosi ose idenë e Ballkanit të hapur, gjithmonë kanë dalë ose me propozim për të bërë diçka për të rritur dominimin sërb, ose kanë bërë projektet më përpara se e kërkojnë të tjerët të asociacioneve që duhet i ketë Kosova ose jo dhe kështu me radhë. Prandaj, duhet ketë një unitet, duhet ketë një qartësi dhe jo frikë nga deklaratat e ndryshme. Dihet që është një biznesmen, nuk është ere parë, është ere tretë që ka ardhur që pas 5 nëndorit juniori në Serbi, ka interesat e tij. Mund të vi sepse oligarkët duhet kemi një gjë, edhe Rama e ka kërkuar, mos jemi të habitur kur të bëj dhe në një podcast me Ramën, se dihet si autokratët, jo, paguajnë influencë, edhe ne jemi të qartë, se ne jemi nga ato 21 shtete që figurojnë në Kongresin Amerikan si qeverit korruptuara që blejnë influencë në Shtëpinë e Bardhë. E para njerë një roli i Trump Jr. ka qenë edhe më përpara, edhe në rënjen e qeverisë së Kurtit parë, ky ka bërë një deklarat në Twitter, në atë kohë X-i, ku ka thënë që ne do të tërheqim trupat amerikane. Asnjë nuk e mori seriozisht, veç një senator nga Georgia, i cili edhe nga përdorimi i tij në këto fusha, me këto presione jashtë vendit, nuk mori votbesimin në zgjedhjet e kaluara. Domethënë, nuk është diçka institucionale, prandaj edhe reagimi mungon në shumë raste. Së dyti, duhet të them një shembull ylli se është shumë interesante. Një nga presidentit më të fortë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, njerë duke diskutuar në kabinetin e tij në Zyrën Ovale, tha, si është e mundur, tha, që rusët mendojnë që unë mund të filloj i pari luftën botërore, pse çaj jam unë kriminal, dhe ju ngrit shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë amerikane, i tha, zoti president, tha, në qoftë se interesat e Amerikës duhet përdorim bombën atomike, ne do e përdorim. Çfarë është kjo? Sepse mbahet gjithë politika e detantës, pikërisht nga përdorimi i forcës, asnjëri nuk e dinte këtë gjë. Prandaj, edhe autoritetet zyrtare kanë një check and balance. Dhe për çështjen e Kosovës ka një konsensus shumë të gjerë, duhet të themi. Dhe me drejtë të dy kolegët e nderuar si ministri, ashtu edhe ministri tjetër, se ti ke qenë ministri i kulturës, e shpjeguan thelbin e ndërhyrjes. Nuk është Clintoni që ka vepruar në mënyrë emocionale për fshirë një gjë. Clintoni, unë jam plotësisht dakord, kemi ndarë të njëjtat mendime, ka bërë diçka për dy arsye. Së pari, e shpjegon Holbrooku në kujtimet e tij. Do mbetesh në histori, tha, nëse bën diçka për të zhdukur atë genocidin në gjithë botën që ishte. Së dyti,
u bën një normë Amerika. Ylle, kur u kryua OKB-ja, u kryua për një qëllim, që genocidi ushtruar gjatë luftës dytë botërore mos përsëritet më. Ishte çështja e ekzistencës së sistemit ndërkombëtar. Dhe kjo krijoi një precedent. Precedenti i cili rriti çështjen e sovranitetit. Kofi Annan në vitin 2000, ne kemi qenë me ministrin Milo, tjera, odhi doktrinën e re, të një doktrinë popullore që me mënyrën për të vepruar jashtë asaj që Karta e OKB-s bënte për të siguruar sovranitetin e shteteve. Doli që në qoftë se shtetet abuzojnë me sovranitetin e tyre, atëre mund të ndërhyjnë për të shpëtuar të drejtat e njeriut dhe të kombit. Shtoj vetëm Po preç, se të ndërpreva dhe... Jo, mund të shtoj vetëm këtë që me qenë se u përmend Holbrooku, pra ka një parahistori, ka një kontekst. Ka dhe një konsensus për Kosovë. Një senator amerikan nga më të shquarit në mbrojtje të çështjes Kosovës, i cili e ka ushqyer mendimin e presidentit Clinton dhe të administratës lartë me qëndrimet e tij, dhe ky është John Biden. John Biden në vitin 1993 ka thënë për Miloševićin, ky është një kriminal. Pastaj në vitin 1998 në dhjetor, në fjalën e tij në Senat ka thënë që ky është një kasap, por fëmijët e Kosovës janë fëmijë të Zotit. Dhe gjatë bombardimeve, kur Paskali e mban mend besoj, në javën e pashëve kishte një propozim nga ministri i jashtëm i Rusisë për të ndërprerë bombardimet. Dhe Clintoni donte të ndërpriste. Edhe thirrri këta kokat, Biden, Holbrooke etj. Si mendoni ju, tha, se i ka shkruar ky Biden këto, si mendoni ju për, i tha Biden, në qoftë ndalohen bombardimet dhe do konsiderosh renegat i popullit shqiptar të Kosovës. Du të them se ka pas, do të thënë, shumë arsye, shumë... Po Boltoni ka qenë kundër luftës që kanë bërë bombardime në Serbi dhe mbajnë një qëndrim, sepse ishte çështja që funksionojnë... Biden është një biografi të keqe, po duhet ja njohim... Apo jo, profesor? Tani, a është Kosova si pas jush? Pale është nga politikanë më të vejnë, po. Jo, po ka dalë që biografi. Me vajde me udhull, a është Kosova për balë një të panjohore, dhe a rezikon ajo. Kosova... Se kjo mund thotore përsëri, profesor më falë se për mungesat që ka mund në përfushën e politikës dhe të diplomacisë dhe të kësaj që mungesat të rëndësishme, por a i mund thotë me jo me që kam dëgjuar, që a i thotë kjo është Republika ka që Panamaja kalon këtu, kjo kalon këtu, a i mund thotë për shumë, kur është bërë kënë 99, është ndarë, po, të bashkohet. Tani ju më bët pyetjen dhe unë do përpiqem të japë... Si me ndonaj, si nuk kemi në mendin e ti. Po pa tjetër, gjithë që faqin mendimet tu, unë s'kam arritur akoma. Jo, filotit... Në radhë të parë, dua dhe njerë të këmëngull tek vizita e Donald Trump Jr. në Beograd. Sa do që të këmëngullet që kjo ishte një vizit biznesi, unë përsëri po them që për te i vizitës së biznesit, ajo ishte një vizit që përcolli mesazh politik.